Kënga juaj më e bukur na ndihni. Përshëndetje të dashur miqtemi, ja ku ritakohemi sërish në Hit Parade. Në fakt kjo është puntata e parë për emisionin e Hit Parade-it për kanalin DJ Mari. Do të bëjmë javën e parë të kanalit të DJ Mari, do të bëjmë një klasifikim të shpejtë të këngëve, të 10 këngëve të javës së parë dhe pastaj të shohim cila prej këngëve ka qenë më shumë e shikuara dhe që do të jetë në top hitin e Hit Parade-it, që do të jetë kënga e parë klasifikimit në javën e parë. Në fakt, në javën e parë në DJ Mari ne kemi patur disa këngë, kemi filluar me disa valle treshe periote moj fodulle me nga dalë, por unë do ta nisja në fakt nga kjo moj fodulle me nga dalë, nis tomame, doli dielli në male, balil me te pelari, një pogonishte që ishte dalë ndyshe vogëlo, mojte pelena virale, e periote valle i qetë, dil princesha me kuror, dhe koka në Stamboll, Trupiniani, dhe hidhe valle në shtruar. Këta janë 10 këngët e javës së parë. Tani në bazë të klasifikimit gjithmonë bëhet në bazë të shikueshmërisë që ato kanë pasur, duke qenë se ky kanal ka ardhur edhe pak më ngadalë edhe në subscribe, por edhe në shikueshmëria e këtyre varion. Nuk i kemi 1000 siç kemi pasur te kanali tjetër, por këtu i kemi diku me qindra, po flasim me qindra, diku te 300, 400, dhe do shikojmë kënga që ka më pak shikueshmëri, që do të jetë në vendin e 10. Kush mendoni ju se do jetë? Atëherë në vendin e 10 të klasifikimit për këto 10 këngë të para të hedhura në kanalin DJ Mari, ne kemi këngën Doli dielli në male, është valle, por ka edhe tekstin brenda Doli dielli në male, më i pari para dhe për të parasysh atë këngën. Dhe kjo ka pasur vetëm 565 shikime, e cila do të jetë në vendin e 10 të klasifikimit në këtë puntatë. Ta ndjekim një fragment të këngës dhe shohim ku çalon. Ndërkohë në vendin e 9 do të sillim Moj fodulle me ngadalë. Kjo në fakt është kënga Moj ti kodu, Kodulja limonja, është kënga Kodulja limonja që është greke. Dhe ne e kemi sjellë në versionin shqip, se në fakt të gjitha këto këngët e periodika apo ta keni parasysh, origjinën apo gjenezën e kanë nga vallet çame apo këngët çame, që janë origjinë shqiptare, pavarësisht se tani i kanë përvetësuar dhe thonë që i kanë të tyre grekët, megjithatë po të shikosh pjesën e folklorit dhe mënyrën e instrumentave dhe çfarë zakonisht këto kanë violinë, dhe violina është karakteristike e këngëve çame. Kjo është e Shqipërisë. Megjithatë, kjo këngë ka qenë vetëm sërish ka qenë vetëm e foto dhe një pamje, ndoshta është ana vizuale, siç e kemi përmendur, që mund të mos i kenë ndikuar, ndoshta ka nga ata që ende nuk e kanë dëgjuar si këngë. Por ata që kanë dëgjuar kam lexuar që ka pas komente shumë të mira si këngë. E ndikim një fragment të këngës Moj fodulle me ngadalë. Moj
Atëherë kemi dëgjuar dy këngët e para në vendin e 10 dhe në vendin e 9, që siç kemi thënë në vendin e 10 ka qenë kënga Doli dielli në male, në vendin e 9 Moj fodulle me ngadal, dhe vazhdojmë me vendin e 8 me 625 shikime, kënga e Pirjote Valle i qetë, AI Master. Sërish të thash, ana vizuale është vetëm një foto e disa avatarëve në një fushë po kërcejnë me disa efekte. Nuk është se ka video të mirë filmt dhe ndoshta është pjesa anës vizuale që ndikon te këto këngë që s'kan marrë një shikueshmëri shumë të lartë. Megjithatë, duke qenë se kanali është i ri, subscriber në atë kohë kanë qenë vetëm 200 dhe kjo ka marrë 600, sërish për kohën që është hedhur kënga ka qenë arritje të kalosh numrin e subscriberëve. Megjithatë, për ju që nuk e keni ndjekur, shikojeni në vendin e 8 kënga Valle e Pirjote. Vazhdojmë me vendin e 7, që është kënga Misto Mame o Lule. Është totalisht këngë e përpunuar, e marrë origjinali nga kënga që ka kënduar grupi bashkë me Saze, grupi Këlqyrës. Misto Mame o Lule e kanë kënduar që në kohën e Xhaxhit ne e kemi rikthyer sepse cilësia e audios ka qenë shumë e dobët dhe e kemi rregulluar. Dhe ka marrë diku te 662 shikime. Është një këngë shumë e bukur, unë kam ndër të preferuarat e mia e dëgjoj në makinë. Ndoshta nuk e keni dëgjuar të gjithë, po ju ftoj ta ndiqni një pjesë të këngës dhe të shohim pse kënga është në vendin e 7. Brenda ne tiran të re, Misto Mame o Lule. Brenda ne tiran të re, Misto Mame o Lule. Luftove për një ide, Misto Mame o Lule. Luftove për një ide, Lule o Misto Mame. Redesh mor për adheme, Lule o Misto Mame. Redesh mor për adheme, Misto Mame o Lule. Dhe vazhdojmë me vendin e 6, të cilin e merr kënga për Balil me Tepelarin. E di që ndoshta nuk është shumë figurë e njohur. Ishte një djalë 17 vjeçar që shtoi me Avni Rustemi në Paris për të vrarë Sat Fashion. Është kënga për Balil me Tepelarin, e cila ka marrë vetëm 900 shikime. Sërish ana vizuale është një foto e Balil me Tepelarit me flamurin shqiptar, është thjesht një foto. Ndoshta nuk e keni dëgjuar, mund ta dëgjoni dhe të më jepni përshtypjet tuaja në komente, nëse a vlen si këngë, çfarë ka pezulluar që ka ngelur me vetëm 900 shikues, a ka premisa për tu shpërndarë më shumë nëse unë e risjell me një video ose në një formë tjetër këngën ta këndoj më mirë, t'i vendosim një muzikë më të mirë. Në gjithmonë në koment të emisionit pres sugjerimet tuaja, pres çfarë do lloj këshille apo pritshmërie që mund të keni në lidhje me këngët që ne diskutojmë. Vazhdojmë me vendin e 6 me Balil me Tepelarin. Kam një këngë për të kënduar, Balilo, 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 Balil Pelari. Jalo djal me gjake shqiptari, për Balil me Tepelarin.
vazhdojmë me vendin e 4 që i takon muzikës Hidhe Vallën Shtruar, është thjesht valle, dhe ka marrë vetëm 994 shikime. Ndjekim një fragment dhe vazhdojmë me pjesët e tjera, me hitet e tjera për paradën tonë. Hidhe vallën shtruaro, vajze vogël e babait tu. Hajde hidhe vallën shtruaro, vajze vogël e babait tu. Shtruaro vajze vogël e babait, se moj se baba kështu te do. Se moj se baba kështu te do, vajze vogël e babait. Se moj se baba kështu te do, vajze vogël e babait. Dhe kënga që merr vendin e 4, që është ndër të preferuarat e mia sërish, është Dil princesha me kuror, Lidhi djemtë bëja por, kështu ishte kënga Labe dhe ne e kemi risjell me muzikë, ka marrë 914 shikime. Ndjekim një fragment të këngës dhe më thoni si ju duket, çfarë ju mungon apo çfarë do doni të kishte ndryshe. Plakosi turkun në Vlorë, ç'bën shëri rrugji e gjorë. Bënë betim, Dilë princesha me kurora, mlidhi djemtë bëja fora. Pasha me treta bor, e kërkon të na hedhë në dorë. Bënë betim, Dilë princesha me kurora, blidhi djemtë bëja fora. Dhe tani fillojmë të shikojmë ndryshimin që kalojmë nga Qinçe tek Mishe, të kemi këngën Koka në Stamboll, e cila ka marrë 3300 shikime. Dhe kjo do të vi sigurisht në vendin e 3 të klasifikimit. Ndjekim një fragment të këngës dhe më thoni a e meriton vendin e 3 apo jo? Koka në Stamboll, amore, e trupi në Janinë, e të shtrina li pasha, amore, e u pasha të shtrina, e të shtrina li pasha, amore, e u pasha të shtrina. Stanza do t'lavdine, e të shtrina li pasha, amore, e u pasha të shtrina, e të shtrina li pasha, amore, e u pasha të shtrina. Në vendin e dytë s'kishte si të mos e kishte ndryshe kënga, është pogoniste, kënga Dallë ndyshe vogëlo. Kjo është një këngë shumë e kënduar, shumë popullore, shumë e famshme, në çdo tastën pothuajse këndohet dhe ka marrë në kanalin tonë e përpunuar, ka marrë 3400 shikime. Ndjekim dhe kërcejmë pak me një fragment të këngës për të parë kush do të jetë në vendin e parë. Vogëlo, dale, 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 ndishe, vogëlo.
pasi të ndodhi ndryshe, të mos jetë Mojtë Pelena virale në vendin e parë. Kjo do t'ishte në vendin e parë të klasifikimeve edhe nëse do t'ishte hedhur në kanalin DJ Mari, ndoshta do ta kishte kaluar 2 milionshin. Për momentin e kemi me 113.000 klikime në kanalin DJ Mari, sepse është një kanal relativisht, siç ju thash, i vogël, sapo kemi arritur 1.000 subscriber. Kënga e Tepelenës virale është hedhur që ku ky kanal ka qenë me 15 subscribe, për që mos të duket çudi që në momentin që ka pas 15 subscribe, kënga merrte diku tek 20-30.000 shikime në 48 orash dhe u rrit gradualisht. Le të ndjekim të plot këngën Tepelena virale me 117.000 shikime dhe detyrimisht është kënga që për javën e parë fiton në vendin e parë në Hit Parade. Shijojeni këngën. Sa herë shkoja kësa janë sytë mahni turmëmben, e po nuk ngopa duke parë moje bukur Tepelen. E po sa herë shkoja kësa janë sytë mahni turmëmben, e po nuk ngopa duke parë moje bukur Tepelen. Tepelen. Ta fali Zoti, malet të mbaj në gji, e po ke lindur burra në breza, do ngelen more në histori. Bukurin ta fali Zoti, malet të mbaj në gji, e po ke lindur burra në breza, do ngelen more në histori. Tepelena. Në vjos ke hedhur malet për mbi kokë të rinë, e po labër e tosk së bashku ty ta ngritën moj historinë. Themelet në vjos ke hedhur malet për mbi kokë të rinë, e po labër tosk së bashku ty ta ngritën moj historinë. Tepelena.
Ky ishte edhe hit parade I javës së parë për DJ Mari. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju ftoj të jemi në hit parade-in e radhës, të kalojmë kohë së bashku, të vlerësojmë këngët që kemi bërë deri tani, për të marrë këshilla dhe pse jo kritika për të përmirësuar punën tonë. Ju uroj një javë të këndshme dhe shihemi javës tjetër. Mirupafshim. Që nga jo ai më e bukur? Në ndihni